Danieli, kapitulli 3, dhe vargu 16. Kjo histori flet për mbretin. Mbreti Nebukadnesar nxori një ligj, tha që të gjithë popujt e Babilonisë, kudo që ndodhen, do gjunjëzohen përpara ikonës, përpara statujës që unë kam bërë. Ai që nuk gjunjëzohet do ta hedhim në furrën e zjarrit. Shadraku, Misaku dhe Abednego ju përgjigjen mbretit duke thënë: "Di o mbret, që ne nuk do t'ju shërbejmë perëndive të tua dhe nuk do të adhurojmë figurën e artë që ti ke ngritur." Po këta tre djemët sfiduan me besimin e tyre mbretërinë e mbretit. Edhe kjo ishte një sfidë. Ata tërhoqën vëmendjen e Perëndisë me sfidën e tyre. Kush ishte Perëndia që ata kishin? Ishte Jezusi. Sepse Jezusi në fjalën e tij thotë: "Unë isha", thotë, "përpara Abrahamit", isha përpara. Unë jam Alfa dhe Omega. Dhe ata me besimin e tyre sfiduan mbretin, urdhrin e mbretit. Por sot shumë njerëz sot kanë ndryshuar besimin e tyre për shkak të një sfide të vogël. Sot e rrëfejnë, thonë që unë besoj, nesër thonë që unë s'besoj. Sfidat janë aty që të lulëzoj besimi yt. Sepse pas sfida, ku do duket besimi yt? Sepse sfidat përcaktojnë në ç'nivel gjendet besimi yt. Ti çfarë bën sot? Ti ku ndodhesh sot?